Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që po tangojnë shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë tek një diskutim që ka patur mes Eglit edhe mes Gjestit, një inati që në fakt Egli e mban, një lloj mërie që Egli mban kundër drejt Gjestit brenda kësaj shtëpie, por unë besoj aty ku ka dashuri nuk ka mëri dhe nuk ka inat. Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, drama vazhdon të përshkallëzohet, sidomos pas rikthimit të Eglit. Tensionet që ishin akumuluar gjatë mungesës së saj tani kanë shpërthyer dhe gjithçka ka ndryshuar, duke lënë pas një atmosferë të tronditur dhe të paqartë mes Eglit edhe Gjestit. Dje Gjesti, duke qenë në kërkim të një përgjigje për ndjenjat që duket se ka ndryshuar, e provokoi Eglin me pyetje që më shumë gjanin me sulme se sa me kujdes, duke i thënë: "Si mund të harosh dashurinë vetëm për 9 ditë?" Egli e mërzitur, por e ftohtë si akull u përgjigj me një qetësi të jashtëzakonshme, duke i shpjeguar se ajo nuk ka hequr dorë nga ndjenjat apo nga zemra, po thjesht ka vendosur që tani të vërë veten e saj para gjithçkaje. "Unë kam nevojë që të më lësh në paqe", i tha ajo, duke i dhënë një përgjigje që ishte një farë distancimi i qartë. Kishte shumë më tepër se sa thjesht fjalët e saj. Ishte një mesazh i fuqishëm, një ndarje jo vetëm nga Gjesti, por edhe vetë nga në një periudhë që kishte mbushur zemrat e saj me ngërçe dhe pasiguri. Nga ana tjetër, Gjesti nuk u ndal duke i thënë me një ton të ngarkuar me frustrim: "Po më thuaj që me zor nuk shkon asgjë. Nuk ka kuptim të kërkojmë diçka që nuk ekziston më." Ai aludoi hapur që nuk kishte ndjenja për Eglin, duke lënë të kuptojë se marrëdhënia mes tyre ishte tashmë një kapitull i mbyllur që nuk duhej të rikthehej më. Duket se çdo tentativë për të rifilluar lidhjen është e dënuar të dështojë. Ky moment nuk është thjesht një përplasje ndjenjash, por një shenjë se ndarja e Eglit dhe Gjestit është thellësisht e dukshme me çdo fjalë të thënë, duke thelluar hendekun mes tyre. Çfarë ka ndodhur që ka bërë që Egli të kërkojë distancën dhe të shohë gjithçka ndryshe? A është kjo një fazë kalimtare ose një ndarje përfundimtare që do të ndryshojë përherë dinamikat e tyre? Koha do të tregojë, por një gjë është e sigurt, asgjë nuk do të jetë më si ka qenë në këtë shtëpi. Do të thënë, dita e djeshme ka qenë një ditë në fakt shumë e rëndë për Gjestin edhe për Eglin, konkretisht për Gjestin, i cili në një farë mënyre është munduar që t'i afrohet Eglit edhe t'i kërkon përzemërsisht ndjenjen e tij të dashurisë. Egli nuk e ka pranuar këtë momentin, Egli ka qëndruar përsëri shumë e ftohtë, ka qëndruar përsëri shumë e egër, si çdo vajzë që ndoshta bën të fortë në një lidhje dhe pastaj shkrihet dhe përsëri mundohet që të afrohet me mashkullin që ajo e do. Gjithçka mund të kontrollohet në këtë botë, por vetëm zemra jo, zemra është ajo e cila vendos. Dhe në këtë rast Egli këtë gjë bëri, domethënë duke u munduar që të nxjerrë para saj apo para vetes atë dhimbje shpirtërore që ajo e ka. Gjesti i pati thënë Egli që do të sqarohemi ditën e sotme. Egli në anën tjetër i thot mund të sqarohemi kur që të duash ti, kur që të mendosh ti, por Egli këtë situatën e mbyll me një largësi dhe me një lloj mërzitje që ajo në fakt e ka krijuar që nga jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Por ajo e cila mua më duhet të them që unë nuk i besoj kësaj mërzitjes është fakti se Egli në shtëpi qëndron e mërzitur, qëndron e pozicionuar në një kënd dhe mundohet që të shikon të gjitha reagimet edhe të gjitha momentet ku Gjesti vepron. Ku në këtë pikë pas kësaj videos do komentoj një ngjarje e cila në fakt më tërhoqi shumë vëmendje dhe më bëri që të mendoj se Gjesti ndryshe ndjen, ndryshe vepron. Na ndiqni në kanalin Monitor TV për video të radhës.